njerëzit që kanë dije, njerëzit që din me mendu për interesin e përgjithshëm e brenda timit ndërthurë, edhe atë familjar dhe personal, janë burrat mëdhej që lindin rrallë, lënë gjurmë të mëdhaja, siç janë liderët e kombit tonë, gjatë gjithë historisë dhe lëvizjes që kemi pas deri këtu ku jemi sot. I pa ditur, pa arsimor, nuk i vyn as familjes, as kombit, as atë dhëut. E ka pas kështu. Të thotë ti mund të bëhesh i devotshëm në një aspekt tjetër, por nëse je përcaktuar për çështje të mëdha që lidhen me interesin e përgjithshëm të kombit, atëherë i padijshëm nuk i vyn kombit. A të rritojnë njerëzit e padijshëm? Po, duhet me imshiru se ka dy lloj padijes, me dëshirë ose nga pamundësia për ta pas dijen. Po i bën edhe me vedi dhe pa vedi apo veç? Po, pra, se shifë na duhet jemi të kujdesshëm tash. Ne kemi pas një periudhë viteve ta zam të okupimit serb, kur dikush edhe me dashur nuk ka arrit me mbrija ato majat shkencës që i ka pretenduar se dëshirë. Kurse disa qëllimisht edhe se dojnë dijen edhe përkushtohen, çku ta diun biznesin, punës e tjera, bëhen suksesshëm në jetë, mirë po gjithmonë janë diletant të fushave. Prandaj kjo kategori nuk i vyn shoqërisë, se kjo kategori pastaj mendojnë se edhe dija dhe gjithçka kushton 1 milion. Është vërtet se në jetë ndoshta gjithçka kushton 1 milion. Mirë po njerëzit që kanë dije, njerëzit që din me mendu për interesin e përgjithshëm e brenda timit ndërthurë, edhe atë familjar dhe personal, janë burrat mëdhej që lindin rrallë, lënë gjurmë të mëdhaja, siç janë liderët e kombit tonë gjatë gjithë historisë dhe lëvizjes që kemi pas deri këtu ku jemi sot. Çka nuk falni asnjëherë? Hipokrizin, mungesën e dignitetit. I urrej më shumë. A ka rasti me pas njerëz të tillë që ndoshta s'ke mujt me fal, a ndoshta edhe ke fal? Të gjithë, nëse nuk ja kam shpreh faljen, atëherë në një farë forme e kam injoruar, kam lënë jashtë lojës, si marrë me te. Injorimi dhëmba? Dhëmb, po nuk mundem tash ti me dëmtue personalitetin tem, intelektin tem me fyje të tjera, duke ndëgjuar dikon që është në nivel jo standard. Atëherë rruga më e mirë është lejonash, se me u marrë me te, shife, plaku imi ka të shprehje të artë, atë ke dëgjoj byrë të të. Kur është fjala për hakmarin ose me të kafshu qeni, zbën me u kthy me kafshu qeni. Do të thonë duhet me zhvon, e në jetë ke shumë momente kur dikush e kërkon ndoshta një përgjigje të vrarës ashtu siç e bën ai veprimin. Kur dikush e kërkon edhe veprim agresiv edhe të vrarës ashtu siç sillet ai. Mirë, po aja vlen. Në fund cili është rezultati? Do të thonë kera nivelin e tij. Na jemi tash shife, na jemi në ekspozu politikës. Sa kam qenë në uniformë, na kemi qenë, si me thonë, për krahur, të nderuar, të respektuar nga gjithë. Kalimin në jetë politike, me automatizëm ti duhet me pritë se ata që s'përkrajnë strukturën ku jeti, do të thonë do ta keni mendim ndryshe. Unë e kam jetuar, të më thuhet edhe ashtu, shife bre, ne kem respekt madh për ty, po abre ti shekon në taburin tonë. Edhe kjo është një vlerësim vetvete. Por thyrja pastaj për shkak të mos përshtatjes, se jo gjithë mund të jem një mendje, nuk tolerohen.